gjithë qytetin, e kënaqësie, gëzuar shëndet jeta, me mira drita dhe poetin, e udhëzimi tek ti e jeta. Nata e qetë, uloi gjithë qytetin, dhe kënaqësie, gëzuar shëndet jeta, me mira drita dhe poetin, e udhëzimin tek ti e jeta. Ti këndoj, qyteti ti këndoj, Kosovës time ti këndoj, këngën time të rinjit, këngën time të dashurit. Ti këndoj, qyteti ti këndoj, Kosovës time ti këndoj, këngën time të rinjit, këngën time të dashurit. Kryetari i Këshillit Bashkiak, zotin Aleksandër Ziu, të cilët do të bëjnë dorëzimin e titullit qytetar nderi për doktorin tashmë që e njohim gjithë zotin Arqin Elmirsi. Të themi në një fjalë përpara dorëzimit, të nderuar bashkëqytetar, jeni na falni se morëm kritikën që fillim, se na duhet një sallë më e mirë për të organizuar aktivitetet në qytetin e Kosovës, dhe ju premtojmë që vitin tjetër, për fat keq doktor, ne bëjmë si vjetë ceremoninë tuaj, po vitin tjetër do kemi salla më e mirë, do gjejmë një tjetër, patjetër. Në fakt, faleminderit që jeni bërë pjesë e këtij organizimi dhe prania juaj këtu tregon ashtu sikurse e tha dhe Klodi që se sa të vlefshëm kanë qenë edhe doktori, edhe bashkimi në komunitetin tonë, në komunitetin Kuçovar. Dhe mua më vjen mirë dhe duhet të shpreh edhe një falënderim, jo vetëm për kryetarin e Këshillit Bashkiak, por për gjithë Këshillin Bashkiak të qytetit Kuçovës, që në gjithë këto vite ne kemi patur një dakordsi dhe kemi gjetur një gjuhë që të gjithë figurat qytetare që ne kemi vendosur të vlerësojmë, kemi patur një dakordsi unanime, pavarësisht përkatësive apo anësive politike të secilit personazh. Kështu që faleminderit Sandri në emër të Këshillit Bashkiak që mirakoni dhe dakordsoni propozimet tona për
qytetar nderi. Tani, doktorin, unë jam goxha i ri për të thënë që e njoh mirë, po edhe vete kam njohur që në vegjëtinë time, dhe në fakt njohjen e parë kam patur nga i madh, kurse njohjen time personale e kam filluar në kohën kur kam qenë i aktivizuar edhe politikisht, po hyte kjo pjesa politike sepse kam përshtypjen që doktorin edhe kjo e karakterizonte që edhe pse ishte pjesë e politikës, e një anë e politikës, gjatë gjithë kohës së tij ka qenë një personazh, ashtu sikur se ka dhe profesionin doktor humanist, ka qenë një personazh që më shumë bashkonte se sa ndante njerëz. Kështu që në këtë kuptim edhe si qytetar, ai ka qenë i tillë dhe mua më vjen shumë mirë që ne e vlerësojmë sot. Bashkimin si një futbolltashës, se do të them dy fjalë për bashkimin se nuk e di mbi radha të ngrihem prapë apo jo, se kam shumë parasysh se si është edhe skenari. Si futbolltashës, natyrisht edhe naftari patjetër as diskutohet. Më duhet ta bëj një vlerësim edhe për bashkimin, nuk është se e kam njohur vetë personalisht, të them të drejtën, dhe personalisht herën e parë kam takuar në Greqi, jo këtu në Kuçovë, përpara pak javësh. Por më vjen shumë mirë që edhe bashkimi për gjithë kontributin e tij që ka dhënë në profesionin e tij si futbollist për naftarin dhe për qytetin e naftarit, ashtu sikurse edhe një pjesë e shokëve të tij për naftarin e lavdishëm, do themi të viteve 70 apo 80, më vjen mirë që e vlerësojmë me titlin qytetar nderi dhe besoj që të dy, edhe doktori edhe bashkimi, e meritojnë me plot gojë dhe plot dëshirën nga ana jo vetëm e Këshillit Bashkiak të Kuçovës, por nga ana e gjithë qytetarëve të Kuçovës. Kështu që urime edhe nga ana ime personalisht dhe publikisht. Faleminderit. Tani edhe unë do t'i them dy fjalë, impresionet momentit, duke dalë jashtë asaj që të bëjmë atë dorëzimin, ka kohë ndoshta para atë. Në radhë të parë, është vërtet impresionuese kur shikon pjesëmarrjen këtu në këtë sallë, si është si shfarë kryetari, mbase në kohë të tjera dashme do të jetë diçka më e mirë, por vetë kombinimi i brezave këtu dhe në mënyrë veçantë do thoja brezi i vjetër që këtu sjell një energji të re, pikërisht sjell një energji të re, sepse na kujton vërtet ato kohë të lavdishme për sa i përket punës, aktiviteteve dhe seriozitetit në marrëdhënie me punën dhe me shoqërinë. Kështu që nisur nga kjo, edhe këto dy figura janë pikërisht përfaqësues të atij brezi. Doktor Arqileja, sigurisht që jeni këti gjithë, për pjesën e tij si mjek, patjetër që flet gjithë qyteti e njëjtë për humanizmin, për profesionalizmin e tij, për momentet e vështira, pas vitit 97 kur ai ringriti spitalin tonë të Kuçovës, por unë do të shtoja edhe një gjë të veçantë, që ai ngeli aktiv gjithë kohën dhe sot si kryetari i Këshillit të Paqes për Kuçovën, jep po ashtu të njëjtin kontribut të fyer. Kështu që mbështetur në këto vlera, patjetër edhe Këshilli Bashkiak, siç e tha dhe kryetari i bashkisë, mirëpriti vlerësimin e Komisionit Vlerësimit të Figurave për t'i dhënë atij titullin qytetar nderi. Dhe si të thuash për mos të përsëritur për ju, do ndalem edhe te Bashkim Xhega, kuptohet që një sferë tjetër, sfera e sportit, por është përfaqësuesi i atij brezi që solli atë naftarin e lavdishëm që do të dëshironim shumë të përsëritet më shpejt. Bashkimi, sigurisht që jam vërtet më i vogël, por tamam në atë adoleshencën time dhe rininë e hershme, ishte si gjithë ekipi naftarit një idhull për ne, një lojtar i spikatur me një elegancë të veçantë,
aq sa ishte dhe frymësim për ato prezaton, që i thoshin Gjeksi, shkurtimisht, por ka dhe vlera të tjera. Ai është diplomuar te Teknikumi i Naftës, ka qenë një nxënës i shkëlqyer, por këtë gjë e ka reflektuar dhe si specialist atje në përpundimin e naftës, si elektricist i nivelit të lartë. Kështu që është kënaqësi për gjithë këto vlera që Këshilli Bashkiak t'i akordoi atij titullin qytetar nderi. Faleminderit. Po e ftojmë zotin Arqilien Mjeshti për të marrë titullin qytetar nderi. Motivacionin pastaj qytetar nderi Arqilien Mjeshti për kontributin e dhënë si mjek radiolog në qytetin e Kuçovës, humanist në profesionin e tij dhe në shërbim të komunitetit dhe njerëzve në nevojë. Aleksandër Ziu, kryetari i Këshillit Bashkiak, Kreshnik Hajdari, kryetari i Bashkisë. Doktor. Shumë faleminderit, ndihem shumë i vlerësuar. Do falenderoja të gjithë ideatorët. Nuk kam qef të përmend me emër. Shoqata Kuçova me Shkëlqimallë, rekomanduesit doktoresha Elena, Marian Belibashi, Ilme Roza, po ashtu Komisionin e vlerësimit të figurave në Shqipisheu, Viktor Vanjeli, Akif Mara, Ilir Koxhaj, Jami Kurizo, pa tjetër pasere, kryetarin e Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak, për vlerësimin që më bëri në dhënë këtë titull. Ndihem shumë i privilegjuar. Ju falenderoj gjithë. Zonja e zotërinj të cilët kanë dëshirë që të flasin diçka për zotin Arqilien Mjeshti dhe unë kam kënaqësinë të ftoj tani zotin Ilmer Hoxha. Ai do ta njoh shkurtimisht me jetëshkrimin e doktorit. Ndërkohë kemi ndjekur një kolazh me disa nga fotot të cilat kanë shënuar jetën e tij. Merrni me pyetje. Mirëdita. Në fakt para se të përcjell pak fjalë që kanë shkruar për doktor Arqilien, unë do të falenderoja disa personalitete që janë këtu prezent në këtë ceremoni shumë bukur që organizon Bashkia e Kuçovës edhe Federata për Paqen Universale e Shqipërisë. Do të falenderoja prezencën e zotit Ervin Demo, shumë faleminderit Ervin që jemi sot në Kuçovë. Do të falenderoja prezencën e kryetarit të Federatës për Paqen Universale në Shqipëri, zotin Dëvrimet Hasani. Këtu pasaj kemi ish deputet, kandidat për deputet, ish kryetar bashkie, kandidat për kryetar bashkie, këshilltar bashkiak, ish këshilltar bashkiak, drejtues të rëndësishëm të ndërmarrjeve dhe institucioneve në Bashkinë Kuçovë. Më thënë sot sportist nga më të talentuarit, mjeshtra sportit, tu është e shumë plot dhe unë po shikoja biles u habita kur pash Besnik Dylin. Besnik, shumë faleminderit që jeni sot këtu. Kemi kiqur tu nga garantë që është këtu shumë faleminderit. Është fantastike, në një ambient fantastike. Sot ndjen përveç aromës pranverore, sot ndjen shumë aromë Kuçove. Domethënë është e gjë shumë e bukur. Kam kënaqësinë, dëshirën dhe respektin, por dhe detyrimin qytetar dhe intelektual të flas këtu para jush për doktor Leun, siç e njohim dhe i flasim ne kuçovarët. Nga 7 vjeç e përpjet. Kur themi ne kuçovarët, kam parasysh të gjithë bashkëqytetarët tanë, nga Blashuku e Frashëri në veri e deri në Magjat në jug, nga Fjerbimarrja e Salt Kozarja në perëndim e deri në Belesov e Mëndrat në lindje. Padyshim vetbesa lagjet e Kuçovës. I rash pak rreth e qartë Kuçovës për të thënë që në fillim se doktor Leu rrallë ka lënë familje pa hyrë si mjek në shtëpitë e tyre dhe rrallë takon njeri mbi 40 vjeç të mos jetë konsultuar një herë me doktorin për çështje shëndeti dhe jo vetëm shëndeti. Unë personalisht kam patur fatin ta njoh doktor Arqilien që kur isha fëmijë i vogël.
pasi kemi pasur shtëpi shumë pranë në lagje 11 janari, apo Kuqovën e Vjetër, si që themi ne Kuqovarët, atje ku edhe sot doktor Leo banon. Familja e Trushit dhe Dafina Mjeshtrit kishin 4 dje me 2 vajza, ku Arqileja është fëmija i madh. Marrëdhëniet prej fëmijës të mirë të prindërve tanë në Kuqovën e Vjetër, padyshim ka sjellë edhe marrëdhënie shumë të mira, që sot e kësaj dite trashëgojmë edhe ne qytetarët e asaj lagje me njëri tjetrin. Dhe padyshim që Arqile Mjeshtri ishte dhe mbetet një nga djemtë shokët e miq më të mirë të kësaj lagje. Studimet në gjimnaz dhe diplomimi si mjet në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Mjekësisë, ishin një gëzim shumë i madh për familjen veçanti, por edhe për gjithë ne banorët e lagjes, pasi do të kishim një doktor në lagje dhe do të trokisim në çdo orë të ditës dhe të natës për probleme shëndetësore. Dhe vërtet gjatë gjithë kohës e kemi gjetur derën e shtëpisë së doktor Leut hapur në çdo kohë. Duke patur një kohë shumë të gjatë njohje, duke dëgjuar shumë miq e shok, shumë bashkëqytetar, një gjë e them me bindje. Doktor Arqile Mjeshtri asnjëherë nuk e bëri pis bluzën e bardhë të mjekut. Duke qenë se për veprimtarinë e tij si mjek dhe drejtues i institucionit mjekësor kanë shkruar, folur, por do të shkruajnë dhe flasin dhe bolet të tij, unë do të ndalesha te veprimtaria e Arqile Mjeshtrit si zgjedhur në strukturat e pushtetit vendor, si veprimtar politik, si intelektual me zë dhe peshë në jetën qytetare, sociale, kulturore të Kuqovës për një kohë shumë të gjatë. Zoti Mjeshtri ka qenë i zgjedhur si antar i Këshillit Bashkiak të Kuqovës që në vitin 1992 dhe në shumë legjislatura të tjera vendore dhe mund të jetë një nga këshilltarët bashkiak me më shumë mandate përfaqësimi në Këshillin Bashkiak të Kuqovës. Në legjislaturën e parë vendore pluraliste në vitin 92, Arqile Mjeshtri u zgjodh kryetar i Këshillit Bashkiak të Bashkisë Kuqovë, detyrë të cilën e ka mbajtur për disa legjislatura vendore. Që në fillimet e veprimtarisë së Këshillit Bashkiak, me propozim të Arqile Mjeshtrit si kryetar i këtij këshilli, Këshilli Bashkiak vendosi që zona e gjelbër e Kuqovës të ruhej si zonë e gjelbër dhe të mos lejoheshin ndërtime në këtë zonë. Me ndonjë përjashtim të vogël, për shkak të situatave të vështira që ka kaluar Kuqova dhe vendi ynë, kjo zonë e shëruar dhe qyteti i Kuqovës i njihet për gjelbërimin e tij në shkallë vendi. Në drejtimin e Këshillit Bashkiak, zoti Arqile Mjeshtri është karakterizuar në marrëdhënie shumë të mira me kolegët këshilltar të çdo krahu politik, duke u bazuar në ligjet që rregullojnë veprimtarinë e pushtetit vendor, por edhe në krijimin e kushteve të mira për zhvillimin e debatit politik, të trajtimit të çështjeve sensitive për qytetarët, dëgjimin me vëmendje dhe marrjen në konsideratë të mendimeve dhe vlerave me vlera dhe i reflektonte ato në vendimarrjen e Këshillit Bashkiak. Në shumicën e rasteve, vendimet e Këshillit Bashkiak të Kuqovës ndër vite janë marrë me konsensus. Kjo edhe falë drejtimit korrekt të Arqiles dhe reflektimit në vendimet të propozimeve dobipruese të këshilltarëve bashkiak. Në veprimtarinë e tij si këshilltar bashkiak dhe kryetar i Këshillit Bashkiak, Arqile Mjeshtri ka mbajtur të mirës publike, zgjidhjes së problemeve shqetësuese të komunitetit dhe mbështetjes së veprimtarisë së kryetarit bashkisë, të administratës bashkiake dhe ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi. Ashtu siç edhe sot, biles sot më tepër se kur, pasi Arqileja nuk e mban mbi sube detyra publike apo të zgjedhjeve vendor, por vetëm detyra shoqërore pa pagesë, nuk e ka ndërruar kot kuptimin, personalitetin, karakterin dhe dashurinë për njerëzit, për të vërtetën, për Kuqovën dhe për atë vlerë. Zoti Mjeshtri nuk ka qenë vetëm një mjet i mirë dhe i Zotit, një i zgjedhur dhe drejtues i organeve të qeverisë vendore, një administrator i Zotit në detyra drejtuese në Spitalin e Kuqovës, dhe një politikan lokal edhe rajonal i ekuilibruar dhe korrekt, por dhe një familjar i mrekullueshëm. Familja Doktor Leu, zonja e tij Besa dhe 2 vajzat e tij kanë fituar respektin dhe mirënjohjen e gjithë bashkëqytetarëve tanë. Edhe pas daljes në pension, Doktor Leu nuk e ka ndarë asnjëherë nga vetja çantën mjekësore me stetoskopin dhe aparatin e tensionit dhe mbetet gjithmonë i kërkuar nga ata që duan ndihmë dhe asistencë mjekësore. Për gjithë kontributet e tij në veprimtarinë mjekësore, publike dhe shoqërore, Arqile Mjeshtri është shpallur në të parë qytetar të Kuqovës ambasador për paqen nga Federata për Paqen Universale e Shqipërisë, si një nga modelet pozitive që frymëzojnë paqen. Aktualisht doktor Arqileja drejton Këshillin Lokal për Paqen si kryetari i këtij këshilli. Si një nga intelektualët më të njohur në Bashkinë e Kuqovës, doktor Arqileja merr pjesë në të gjitha aktivitetet që organizohen nga Bashkia e Kuqovës, organizata civile dhe tjera, duke dhënë mendimet e propozimit e tij për përmirësimin e mëtejshëm të jetës sociale, kulturore dhe ekonomike të bashkisë. Doktor Leu është edhe një nga qytetarët kuqovar nga më aktivët në rrjetet sociale, duke mos qenë indiferent me disa plagë e problematika që kalon shoqëria shqiptare.
por doktori vjen edhe si një tregimtar i ngjarjeve të ndryshme, të cilat ai ka jetuar ose ka qenë prezent dhe me këndvështrimin e tij artistik të bën që e bukur e rrëfenjave të tij, ai thjesht e qartë me atë optikën e tij sociale e mjekësore, ngjarje të fare të thjeshta i shndërron në krijime artistike ku shfaqet respekti dhe admirimi për njerëzit e spikatur dhe të zakonshëm. Profesioni i mjekut e favorizon që njerëzit të koefidentojnë me dëshirë e besim, por edhe karakteri i tij i afruar dhe paqipër, pa parajgjykim dhe shumë muhabeçi, ka rezultuar në një talent të vërtet letar dhe tregimtar popullor që shkruajnë dhe tregojnë bukur, original si i kanë përjetuar ngjarjet, ndodhit, rrethanat, njerëzit protagonistë të tyre. U ndale e fola pak shkurt, se për doktora Leon më flasë shumë gjatë, por jo vetëm për mikun tim, por edhe shumë të bashkëdhetarëve, pasi për doktora Arqilen mund dhe duhet shkruar gjatë për të ndjerë në pa dhe për të njohur brezat e arshëm që ndër njerëzit e mirë, qytetarët modest, intelektual të respektuar, politikanë të moderuar, familjarë shëmbullorë që Kuqovës nuk i muhojnë dhe asnjëherë nuk do t'i muhojnë, është edhe Arqilen Mjeshti. Jetë të gjatë e këto shëndet i uroj doktor Arqilen Mjeshti. Për shoqata kulturore të Kuqova, unë kam kënaqësi të ftoj kryetarin e kësaj shoqate, zotin Shkëlqyer Mano. Mirë dita. Në fakt, unë jam përgatitur për të folur me letër, si të fjalës, por do të qëndrohem base më shumë lirshëm. Nuk do të flas për konfiguracionin profesional të mjekut Arqilen Mjeshti, nuk do të flasë për tektimet e tia dhe përfshirjen në administrat, në legislativit në tjera, por do të lisë me një tjetër statut të doktor Arqilen Mjeshti. Si se dini të gjithë, ato që tha Ymeri i kisha të pregatit dhe unë, po i selektoj pa sa, se dini e da vlera, sala është, ka njërës tjerë që presi. Doktor Arqilen Mjeshti më ka treguar miksisht po të vitit që është prej me origjinë nga Sina. Para janë një vitesh, ai ka thënë që unë kam investuar tek një burim, tek një krua. Dhe bie shumë mirë profecia që kush bën një xhami, një urë, një burim, edhe një lajpsi, ka përmbushur ato të gjitha të perëndisë të Zotit. E tillë kemi dhe doktor Arqilen. U kam kurios edhe se bashkë me bashkëqytetarin tonë të nderuar i Kulun Zyra, shkuam në Sinë dhe shkuam konkretisht. E nisëm dhe pak vizitën në muzeu. Dhe Muzeu i Sinjës është shumë i njohur, është muzeu historik me famë të madhe, sepse atje 112 vjet para, 13 vjet para vjet tashin të Covid, u ndodhën 28 kryetarët e parë të Kuvendit të Sinjës që i paraprin ngrirjes së fenomenit në blok, shpalljes pavësisht. Dhe sa njitemi atje, në fasadën kryesore është ky plakat me emrin e të 28 kryetarëve. Në 14 ndodhet përsëri një plakat tjetër i madh me burrat e Sinjës, që në 43 krijuan Këshillin Nacional Shqiptar Krajinor. Pak më poshtë të vendosur në një simetri që e përconin shumë bukur 4 plakate. Plakate të zografisura për themi në greqisht. Me përmbajtje ku një doktori ja dedikon burrave të Sinjës, si duket ka dëgjuar në jetrit e tij historinë të ndryshme e emra, që atje janë të vendosur dhe janë të shkruar. Një plakat tjetër ka një mozaik, teknika për i transmeton një pasazhe, edhe për fotografi. Ku ka qëntuar një postulat në Timin Mitko, dihet vleta shqiptare dhe për ati, në një tjetër të Rakova e Karit dhe pratë, në të katërta, në fund fare ishte shënimi signifikativ. Nga doktor Arqilen Mjeshti. Kemi drejtën unë me pëllumit u intriguam.
donim të duart rokisnin, po atje vetëm ne dy ishte dhe vetë personazhi. Tani me që jemi stifikuar fare atyre plakatave për mua, po ja diktoj tani në situaj, i mungon doktor, nga doktor Arcile Mjeshtri, që ishte, duhet qytetar ndjek i Kuçovës edhe ne krenomit të mi. Ne krenari përgjishme, ne zbitëm shkallë, se këshu e zbandjes tjerë, ka në atë rrugën, ne shkojnë të krojë. Te burimi në fakt, ishte bërë një investim, leta temi gigant, përqojnë. Sepse të ke fundit në një punës, një ekipit tjesht, ka qenë pa të tjera biznese njëra nuk i ka pasur. Atje së bashku ne bëmë një fotografi të cilën teknika e servite, e pasere po e përreqet. Në qape pasaj plakate të fasadës kryesore, që ishte punuar dhe veshur shumë bukur me bure dekorative, të punuar përsëri në një djarë kuçove që ka efshin, Mimi Salsa, është mjestri për tjetë, buronin e të kroje. Në to ishte një shënës, 1723. Gabi të temi jo ta me më të qërë. Në 4 djatë, ku lezohet e në rrugët, unë lezova një postulat, një epitaf në spak, ishte i këtyre për masave, ku doktori ka cituar. Po beme një paralele, që po t'i uztar që kalon këtyre ande, unë këtu vetëm pa lezuar, unë këtu kam pasur baban tim, gjyshin tim, së gjyshit, në zëmë edhe të mi, ti që kroj ka qenë i mirë, dhe për të ka qenë, për të piruj me fjarë, dhe të mirët, dhe të qitë. Ju bëni dhe dyru për sëri. Ky epitaf, mua më qoj, narrativa ime, shkoj, vërdeme 480 vite para Erëson, në Greqinë e Lashtë, në Peloponez, duke kujtuar deterin e Termopileve. Pasi njitet historia e Tretit Spartës, Leonida me Tretit Spartan që dhanë jetën atje, si përfundim këto dije dhe nuk rozgjate të këtë historia, se si mi përta. Atje, edhe sot e kësaj dite, është një epitaf i gdhendur një burë të tillë, si që pash edhe të burimi të krojësimës, ku thot, po ti udhëtar që kalon këtej ence tuaj në aktin se me Tretin Spartan, e tjera. Por, shtatja dhe përqëndrimi që bëra këtë krasim është i tillë. Ato kam diferenca, si në vitet edhe në datinë e setitës dhe vjen një partet qoftë në blogë, qoftë në qoftë. Por, doktor Arcilea gjithmonë di të jetë nanën e duhur të historisë. Pasi, por sërish statura e doktorit në aspektin jo shumë të njohur, edhe në bashkëpunëtar të Kuçovës, edhe në ju miq të nderuar që keni ardhur në do që jeni, nuk mjafton me kaq. Doktori në fakt në oborin e tij të shtëpisë njihet si agronom në familjen. Jo se ka shok dhe mik të milionorin qytetarë në ndërri Aslandet dhe se ka fshin, po ai ka pasion. Ai kultivon vinë, kultivon lule, kultivon pidane të ndryshme. Dhe duke menduar gjithmonë para të perspektive që të ndodhet gjithmonë anë e duhur të historisë, ai në shkollën 18 dhjetori, ku ka bërë arsimin e kohës, se ka dhe anë, ka mbjellë këtyre rjeshtët Parma. Parma, si duhet doktori e di që është simbol e pasurisë. E qënë pasurisë diçka atje dhe Terezat që do rjojnë të mësoj. Dhe pra to Parma i është dotuar këtë vitë se janë djelë njerë në vapa, ka drinu punojsi atje, i ka thënë do vi unë në vapën më të madhe, do vi i vadise dhe përgjesh më pushim. Kështu që doktori ka një pasion të ti. Dhe po, aty në porin e ti, a i kultivon e qëmë të restarim të tojza. Dhe nuk ka mërë të janë i prodhon e t'i janë i të mirë. Prodhon rapi, prodhon verë, prodhon një shka.
janë një rivalitet që ka prodhuar vetëm e të mirë. Tani, statura e doktorit vetën e pa fundë, vetën e të se sa më ka të drejtë. Unë mund të vazhdoj me, por atë që e shkërëshia një dorë, nuk ko janë shkalloj, atë të efekt. Para pakosh, doktori ka një vajzë një gërmë. Atje, vajza ka 2 mesa, po vajza që Inesa, Ines. I dërgoj dhuratën më të mirë, i dërgoj abetare në Shqipë që vajza të mësojnë, sepse atje është të shkollë, kurtohet në shkollën gjermanishtë. Pas jetë dhe të vajza, i dërgoj i dërgoj të shkruar në Shqipë në një tekst, një shkrim, një kaligrafi, ku i thotë, sot gjyshi janë shumë e lumtur, se ka mësuar abetare, dhe sigurisht mësus të tyre janë dhe prindrit që të dojnë pra, dhe ka shkuar të një format në një shkrim kaligrafik, vërtet shumë të bukur, shumë të mirë, dhe vajza thotë, unë të lumëtërinë të madhe që më shkojnë Shqipë. Thash, kam të titur shumë, por mjaftojnë dhe sërë këto, sepse mjaftit kam të drejtë të batë në gjithë. Lasës një për të rastit të datë prapë, sepse s'kam se një këtë. Do të uroja veç doktorit edhe futbolistit, bomberi tonë të nëzëtarit, bashkëtëtarit tonë të nderuarit bashkimin që ka. Janë të tjere të vëkrasit, por unë do kujtoj vetëm një moment që edhe se kam kaluar 52 vjetë, atë në ndorin e 73-shit në zgaboj bashkim, atë gorin bombë që 17 ndori të Tiranës që të frimet Asani e artikulon shumë, ne i kemi bërë një gorë me bashkimin dhe sot mua në duket si kur ajo rjetë tundet ende, pavarësi se kujtemi. Dhe të gjatë që u lopshim me familje. Ju falim dhe. Prej të anës profesionale të të. Përshëndetje të gjithëve. Për mua është emocioni pa parë, po më dridhet zëri tani, duket sikur të çmim po e marrëm, sepse doktori na prezanton gjithë ne. Dhe jo vetëm as, po shoh shumë figura të njohura, qoftë të Kuçovës, Shodëm Gjerë, dhe realisht është hera e parë që flas një publik kaq emocione sa po më kuroni ju. Të flasësh për doktorin, shpeshherë nuk gjen fjalë. Unë kam disa ditë që mundohem të shkruaj diçka, nuk arria të bëja lidhjet ashtu siç duhet, dhe tash po ec me memorien time, me ato që kam kaluar, dhe ndoshta do dalë diçka akoma dhe më e bukur. Doktorin unë e njoh shpejt, diku që në vitin 2005 kur unë fillova, pasi kisha mbaruar studimet për mjeksi dhe erdha të punësohesha në spitalit në Kuçovë. Por që normalisht në atë kohë, spitali Kuçovë u nda prej qendrave shëndetësore dhe nuk është se patëm shumë marrëdhënie me njëri tjetrin. Por doktori ishte pacienti im. Dhe duke qenë pacient, shikoja gjithnjë të doktori përveç atë pjesën, domethënë që referonin pacientë njëri tjetrit për ekzaminime të ndryshme, doktori kishte një korektësi të paparë për të qenë gati për të plotësuar kartelën e vet me çdo ekzaminim që kërkoi, pa qenë prepotent i tipit që unë jam mjek dhe nuk ka nevojë që të kem kaq shumë dokumenta apo të veproj si gjithë të tjerët. Më pasi shkova në specializim për reumatologji, në 2014, eksaktësisht në 7 maj, filloi punë në Spitalin e Kuçovës. Nisem si ne të sotmit me idenë që në 8 Paqereku do isha shumë shpejt në spital dhe do t'i prisja aty të gjithë. Por u emocionova sa u futa te deri spitalit, sepse pash të gjithë mjekët të veshur me bluza të bardha dhe unë isha e fundit që kisha vajtur. Siç ndodh me të gjithë brezin tani, dhe për këtë gjë, unë mund të them që ne nuk mund t'i arrim kurrë këta mjekë, sepse ishin korrekt në punë, korrekt në pjesën e orareve dhe për më tepër korrekt, shumë korrekt me pjesën e pacientëve. Përveç drejtoreshës së spitalit në atë kohë, isha e vetmja mjek e femër. Me sinqeritet, të më falin meshkujt, nuk jam feministe e egzageruar, po thash çfarë do bëj unë, mes këtyre mjekëve kur gjithë ishin dhe më të mëdhenj se babai po të ishte gjallë më të moshë. Por ju them me bindje, kam fituar
eksperiencë, kam fituar virtyte, kam fituar mënyra sjellje që nuk do t'i kisha marrë dhe nuk do t'i kisha fituar sikur aty të ishin edhe 50 gra. Të më falni të gjithë, por nga këta doktor kishe çfarë të fitoje. Dhe tani po flas për doktor Arqelian. Normalisht ishin mjek që punonin në vjeçar të ndryshëm, në shekuj të ndryshëm dhe në dekada të ndryshme. Në kohë kamje dhe skamje, në kohë lufte dhe në kohë paqe, në kohë sëmundjesh infektive dhe në kohë qetësie. Dhe ju siguroj që mua më pasuruan ato vite dhe ju falenderoj të gjithëve, në veçanti doktor Arqelian, për kohën dhe për vitet që kemi punuar bashkë. Doktori ka qenë mjek shumë korrekt, por nuk është vetëm mjek korrekt, është korrekt në shoqëri, është korrekt në marrëdhënie me njerëzit. Doktori e dinte që ishte i pari që duhet niste punën në spital, sepse pa kryer ekzamenimet imazherike ne nuk mund fillonin punën e mjekët e tjerë. Nuk largoi asnjëherë pa mbaruar detyrat e veta dhe ato çfarë kishin lënë në porosinë për kartela. Doktori ishte i ftohtë në gjykim, në sëmundje, por ishte aq empatik dhe dashamirës në problematikat që mund të kishin pacientët. Doktori ka një mënyrë, për ata që e njohin dhe e din shumë mirë, ka një mënyrë kritike aq të ëmbël që të vjen aq natyrshëm dhe që ti përfiton pa ja marrë asnjëherë për tërsa apo për keq atë çfarë po thotë. Doktori gjithnjë ka qenë stimulues për ne mjekët e rinj, por gjithashtu edhe për infermierët. Ishte i kudondodhur, gjithnjë i ka pëlqyer puna në grup dhe gjithnjë ka qenë i gatshëm të punojë së bashku me ne. Unë nuk mund të haroj dhe nuk mund ta anashkaloj pjesën e komisionit mjeko-ligjor, ku bashkë me doktor Arqelian kemi qenë dhe unë dhe doktor Selamiu, dhe i kujtoje ato ditën e marrëve të enjtë të komisionit si gjërat më të bukura që më kanë ndodhur. Pasi mbaronin punë me pacientët dhe gjithnjë ishte dëshira e doktorit dhe të gjithëve që çdo gjë të vejë ashtu siç duhet, por gjithnjë pa cënuar dokumentacionin dhe njëri tjetrin, kishim kohë mjaftueshëm të fillonim të bënim dhe batuta. Doktori na tregonte ndonjëherë ngjarje të ndryshme, ndonjë barsalet, të cilat nuk i haroj dhe nuk i kam sot. Nuk mundem t'i kem ashtu siç i kisha në atë kohë. Për pjesën mjekësore nuk kam çfarë them. Doktori është doktori Kozares dhe pacientët shpeshherë cilësojnë sepse doktori aty ka filluar punë dhe ka punuar me vite. Një historitë e gjithë secilit, kohën ku ka lindur, sa fëmijë kanë qenë, si janë të ndërthurur me njëri tjetrin dhe ne kemi dëgjuar shumë histori. Unë dua t'i them diçka doktorit, të mos më duket ju lutem sikur po flas për vete, është thjesht për doktorin të nxjerr atë çfarë më tha një pacient para disa ditësh. Erdhi të vizitohej, ishte nga Kozaria poshtë, dhe më thot, doktoresha ka marrë të vizitoj për çfarë? Thash, po mund të vesh edhe në një doktor tjetër. E di çfarë më tha mua, më duket se kam filluar, tha, po na bëhesh dhe ti si doktor Arqelian. Unë e thash për doktorin, nuk ka lidhje me mua. Por realisht që të dalësh në pension, të kesh kaq vite që normalisht punon dhe ndoshta e ke lënë për momentin punën dhe të vinë akoma të kujtojnë në këtë mënyrë, për mua nuk ka vlerësim më të madh dhe vlerësim moral, shpirtëror dhe doktori duhet të ndihet krenar për këtë doktorin dhe familjarët e tij dhe gjithë ata që ana njerëzore e doktorit nuk diskutohet. Doktori gjithnjë ka qenë gojëmbël, gjithnjë ka qenë bashkëpunues, ka qenë i gatshëm për të ndodhur pranë miqve e kolegëve të vet. Doktori, siç e thash, ditë kritikoi, ditë shmanget në ato momente kur realisht duhet të shmanget. Doktori na ka treguar që njeriu gjithnjë duhet të pyesë dhe të mësojë nga tjerët, nëse nuk është një burr i mundshëm, ka thënë një ditë, shiko kërkoj një më të ri, po zgjidh atë të riun kërko çelimiun, dhe po zgjidh atë çelimiun kërko një dru atje në rrugë se ai një mendje do ta japi. Dhe unë jam falenderuese për ato mësime që doktori ka dhënë. Nuk mund të lë pa përmendur dhe anën politike, këtë ju e dini më mirë se sa unë, se ndoshta unë nuk e kam jetuar ato kora, por kam vërej që doktori sa herë kishte takime me kandidat për deputet apo deputet, ishte i pari që nuk ndruhej të kërkonte ato çfarë mendonte ai që duhet kishin prioritet për spitalin, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Ndoshta mund të thosha shumë më tepër. Unë them që çdo njeri prej nesh dhe çdo njeri prej jush, unë kam fat që të takoj, jo unë, po çdo njeri është fat për çdo njeri që takon në jetë. Sepse prej tyre, përveç se mund të dalë më e mirë ajotja, mund të përfitosh si anën e mirë dhe të keqen. Ajo është zgjedhja jonë. Unë falenderoj doktor, sepse them që kam marrë prej jush virtytet mira, besoj që ditë të gjykoj, ditë ndaj gjëra disi më ndryshe. Dhe shpeshherë kur ndodhem me probleme aty në pjesën e mjekësisë, çdo bënte doktor Arqelian apo doktorët e tjerë me radhë. Të uroj gjithë mirat e botës, ta gëzosh këtë titull sepse me të vërtetë e meriton.
ke punuar dhe i gjendur spitalit dhe banorëve të Kuçovës në çdo kohë dhe në çdo moment. Do falenderoj. Sukses në rrugën e të shkruarit, ndoshta nuk jam aq e mirë dhe nuk arrita të shkruaj diçka, por shkrimet e tua janë vërtet impresionante. Kështu gëzofsh gjithçka, bashkëshorten, vajzat, mbesat, dhe së shpejti unë pres një libër tëndin të nënshkruar atje, ka sile për mua. Ju falenderoj që ti Komision të vlerësimit të figurave zotin Sheu, ai do të das rreth punës së këtij komisioni, do ftoj sërish te zotin Aleksandër Ziu, se si do të bëjë dorëzimin e titullit për zotin Bashkim Xhepa. Atëherë, i nderuar kryetari i bashkisë, zoti Beshnik Hajdari, të nderuar të pranishëm, respekt të veçantë për familjarët e zotit Akile Mjeshtri dhe të zotit Bashkim Xheka. Është një nder për mua si kryetari i bashkisë, po dhe kryetari i komisionit të vlerësimit të figurave, të shpreh dy fjalë për zotin Bashkim Xheka, i cili sot, sipas vendimit të Këshillit Bashkiak, me titullin qytetar veri i qytetit Kuçovës. Bashkim Xheka është një emër i madh i futbollit në Kuçovë. Fillesat e tij ai nisi që me klasa sportive dhe më pas kaloi tek ekipi të rinjve të naftatarit. Në vitin 1963-65 ka qenë një nga lojtarët më të mirë të ekipit naftatarit të rinj. Në vitet 66 dhe në vitet 1977 Bashkim Xheka ngjelet një nga emrat më të njohur të ekipit futbollit naftatarit. Nëse bashkimi do të ishte në fushë, ekipi do të fitonte, nëse bashkimi mungonte, ekipi që pa mund të fitore. Pra një emër i madh që ka dhënë gjithë atë kontribut për futbollin e Kuçovës. Familja e tij e vjen ngushtë me sportin. Me klubin sportiv naftari ka dhënë një kontribut edhe në sportet tjera. Pas largimit nga ekipi naftari, bashkimi i dha një kontribut dhe si trajner në ekipin e të rinjve. Me njohje dhe respekt për kontributin e Bashkim Xhekës. Unë nuk gjej dot fjalë për atë burr, por them vetëm një urim për futbollistët aktoristë të naftatarit. Nëse ata duan të lënë një emër me atë ekip dhe në këtë qytet, shembulli i qartë është Bashkim Xheka. Faktikisht, vitet ikin, kohët kaloi. Ajo që ngjelet pas dhe flet me fakte është historia. Unë mund të informoj juve të nderuar të pranishëm, masi Komisioni i Vlerësimit të Figurave e ka parë me vend dhe qyteti Kuçovës ka hapësira për këtë që do të kontribuoj, qoftë qytetari i Kuçovës, qytetari i Shqipërisë apo qytetarë të huaj, në të gjitha fushat e veprimtarive tona shoqërore, qoftë në atë të arsimit të kulturës, qoftë në atë të shëndetësisë, të ekonomisë apo mbrojtjes sociale, të artit dhe të sportit. Dhe ky qytet, dhe këta qytetarë nuk mund të lënë pavlerësuar. Këto që kontribuon në një fushë të caktuar të veprimtarive tona shoqërore. Gjej fjalën e fundit për të thënë për dy qytetarë të rinj që sot janë qytetarë të Kuçovës. Jetë e gjatë zotit Akile Mjeshtri, jetë e gjatë zotit Bashkim Xheka. Ata sot janë qytetarë të rinj si qytetarë të Kuçovës, pasi puna, sakrifica dhe përkushtimi i tyre vlerë e shtuar për të qytet ku ne jetojmë së bashku. Jetë e gjatë ata gëzoni vlerësimi. Këshilli Bashkiak Kuçovë i jep titullin qytetar nderi zotit Bashkim Xheka me motivacionin për kontributin e madh që ka dhënë si futbollist në ekipin e naftatarit dhe si trajner me ekipet e të rinjve. Për Bashkimin e Kuçovës, kryetari i Këshillit Bashkiak Aleksandër Ziu, kryetari i bashkisë Beshnik Hajdari. Falenderoj Këshillin Bashkiak, kryetarin e saj, falenderoj gjithë popullin e Kuçovës për respektin dhe nderin që ka për mua dhe uroj suksesin në jetë të gjithë. Ju nuk do zgjatem shumë se folën para folësit shumë dhe mos besnisim. Në fakt i kam të dy miq të mirë, Arkilen edhe Bashkimin.
ja uroj gjithë të mirat, suksese dhe në jetë akoma më të larta. Dy fjalë të them për bashkimin tani, se bashkimi është i atyre viteve të naftëtarit, të viteve të harta, bashkë me shokët e tij, që e kanë nderuar sot bashkimin këtu, dhe janë brezi që i kanë dhënë naftëtarit, që në atë stadium sot mlidhen 30-40 veta, në atë kohë mlidhin 20.000 banorë. S'kishte vend në stadium për të ulur, po dhe më kemë. Kështu që i uroj atyre të tjerëve të rinje që të bëjnë popullin e Kuçovës që të vjen në stadium. Si heroj të vërtet këta, unë e falenderoj kryetarin e bashkisë, kryetarin e Këshillit Bashkiak, për të vlerësim që i bëjnë bashkimit, disa futbollistë të tjerë, po ka akoma dhe disa të tjerë që duhet verë vlerësimi tyre, se ka kontribuar pa interes. Sot çdo futbollist, çdo këngëtar ka fitimet e tij apo fitim pruse. Këta kanë luajtur futboll pa interes. Losin aty në Balt, në Lucë, edhe në mes me shkonin në punë. Kjo është sakrificë e këtyre. Ndërsa sot një këngëtar këndon, merr këngën dhe vallën, merr dhe paratat i botit atje, këta janë nderi me gjithmonë i popullit shqiptar. Futbollistët, artistët, dhe artistët që kanë qenë dikur, i them kryetarit bashkisë, t'i vlerësoj, sepse kanë kontribuar ata, janë veshur, të më falin, me mustaqe, pa mustaqe, në ato skenat tonë aty, dhe kur vjen puna, edhe ata kanë bërë vlerësim pa interes. Kanë lozur kur tjerë dhe shikonin dhe qeshtin me ata, mendoj që do t'i shikonin. Janë dhe një 2-3 futbollistë që unë jam kam sugjeruar, duhen para dhe ata, po ndërkohë dhe këta. Dhe kam një kërkesë për deputetin tonë tani se është deputeti jonë. Unë shumit ka parafolsit, po unë kam një kërkesë që doktor Arqilea dhe një 2-3 doktorë të tjerë që janë të Kuçovës këtu, nuk është gjë e keqe pse të shkojnë të bëjnë 2 orë, 3 orë vizita atje, kur ne nuk kemi një eko. Nuk kemi një eko në Kuçovë, tani të bëjnë vizitori, po shkojnë të gjithë në Berat. Në qoftë se ai është i pa aftë, qoftë se është i pa aftë, do të rëzohet vetë. Po në them që si që ma Berat, i Luç, në Fieri, Tirana, të qëndrojnë edhe këta. Në punë aty. Kjo është kërkesa ime, po për popën e Kuçovës, se unë është i popën e tij. Ka shumë alergji për këtë. Bashkimi vi uroj gjithë të mira e jetës së tij, për atë kënaqësi që na ka dhënë, bashkë me mikët dhe shokët e tij që unë i kam dhe i shikoj këtu. I përmendi sa më iku aty, por i uroj gjithë të mira. Arqilea një këllim. Përshëndetje gjithëve të nderuar kryetari i bashkisë Kuçovës, zoti Hajdari, nderuar zoti Demo, të nderuar personalitete që jeni këtu, të nderuar figura e sportit dhe të artit dhe figura publike, ju përshëndes gjithëve dhe e them gjithmonë që kur vi në Kuçovë, më duket se nuk jam nis akoma. E them këtë sepse i dua Kuçovarët, pasi për fatin e mirë detyra që kam si gazetar sportiv, më ka bërë të njoh shumë vlera që nuk ka qenë vetëm vlerat e Kuçovës, por ka qenë vlerat e Shqipërisë dhe futbollit shqiptar. Ndaj shpreh një mirënjohje për gjithë ata që i kanë bërë emrin e bukur naftatarit që të respektohet jo vetëm nga Kuçovarët, por nga çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Pas shumë futbollistë këtu që unë në fakt duhet t'i përshëndes, që nga portieri, akrobati Ismaili, një dorë rëndili për Fatmiri, që duhet një nga Partizani, nga mërësit e Pakalushën, Genga dhe Koroveshi, nga Besnik Gyri që sot drejton Beliçikun, por që sa haron kur Kuçovën, nga trajneri dhe ish drejtuesi Xhamil Bloku, kam parë yllin e futbollit Baratas për Isaq Mile që ndodhet sot këtu, unë përshëndes nga Shëndesit të Klubit të Shqipërisë, dhe futbollisti që veshi fanelën e Kombëtarës dhe që përfaqëson vendinjën këtë qytet, miku im Brian Faraoni. Që shënoj dhe doj për Shqipërinë. Por sot për herë të parë vjen cilësinë e kryetarit Federatës Paqes për Shqipërinë
Dhe jam i lumtur që vizita ime e parë Kuçov vjen në këtë cilësi, duke falenderuar së pari zotin Ymer Hoxha, që për mua ka qenë një nga motorët e paqes në Shqipëri, duke bërë një punë të jashtëzakonshme në Kuçov dhe unë dua të shpreh një mirënjohje. Zotit Arqeje Neshtri që tashmë ka marrë drejtimin e Federatës së Kuçovës në Federatën e Paqes pra për Këshillin e Paqes të Kuçov, zonja Klodi që ka një respekt veçantë që është në kryetare e Këshillit Paqes në Kuçov, që dua ta përshëndes dhe ta përgëzoj që këtë bibliotek ka qenë gjithmonë në kjo sallë, ka qenë gjithmonë e hapur për çdo aktivitet që ne kemi bërë këtu, ne spusollëm dhe kush Birçën në spas që e bëm qytetar nderi dhe unë dua të shpreh një mirënjohje që nderuat një figurë karizmatike të futbollit shqiptar. Dhe jam i lumtur që si Këshill Bashkiak që nga kryetari i Komisionit Figurave zoti Suli, por dhe kryetari i Këshillit zoti Ziu, mendoj që nuk keni bërë zgjidhje, por keni bërë zgjedhje, sepse është shumë e rëndësishme që mos t'i shërbej titulli njeriu, por njeriu t'i shërbej titullit. Është shumë e rëndësishme. Kuçova natyrisht që ka një histori të pasur, unë kam lexuar për Kuçovën dhe shpreha që ka ngel mendje përveç atij pusit të parë vitit 1928 di 4, mos gabon di 4, që i thoshin italianët në Kozar, që në vitin 28, imagjinohet, ka një shprehje të bukur itali që përdoret: po të digjet Kuçova nuk e shpëton dot Roma, ndërsa po të digjet Roma e shpëton Kuçova. Kjo është një shprehje që vlen shumë. Gjithsesi unë nuk dua të zgjatëm, sepse nëna ime thot le njerëzit të pangopur, asnjë mos i ngop. Sepse duke i lënë pangopur të kërkojnë prapë. Nëse i ngopës të duan në. Kështu që unë sot do t'i bie shkurt, dua t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj për këtë aktivitet që u kombinua me dy qytetar nderi për cilët shpreh një mirënjohje për futbollistin që natyrisht ka ngel në zemrat e njerëzve. Kjo është shumë e rëndësishme. Të ngelesh edhe pas 40 vjetësh, se ti mos gabon vitet 70 ke qenë ai pres i arti rafetarit, duke kujtuar dhe një pres më vonë, mos gabon Vladimir Skuro, golshënuesi më i mirë, Prifti, Koçi, apo jo, zoti Fatmir mos më let gaboj, edhe shumë hyrë të tjerë që kanë qenë hyrë të futbollit dhe vetëm në zemrat e njerëzve, siç ka ngel doktori, që edhe pse sot nuk është profesion, ka ngel tek zemrat e secilit. Pse? Sepse keni ditur të shërbeni njerëzve. Siç e tha doktoresha, e rëndësishme është të jesh edhe kur mos jesh jo fizikisht, po kur mos jesh në profesion. Dhe të mbetesh sot, mendoj që është titulli më i lartë që merr njeriu. Se kur mbon mua me shkopi që do ta ndej, tha çfarë do thuash tani? I thash shumë kollaj. Çfarë është titulli për ty? Titulli për mua, thash, është një stacion lumturie për sot dhe një medalje përgjegjësie për gjithë jetën. Ky është titulli, medalje përgjegjësie. Në këtë në çast. Falenderoj sekretarin e përgjithshëm zotin Gariroshi, që ka qenë krahui dhe ka qenë njeriu që ka themeluar këtë organizat prej 20 vitesh dhe është një nga njerëzit dhe modelet më të mira që unë kam njohur në jetë dhe sot e kam një nga bashkëpunëtorët më të mirë në këtë fjalë. Kjo është sot këtu. Por ta mbyllur, sepse nuk dua të marr kohë të tjerëve, dhe duhet të bëj edhe unë një vlerësim sot. Pa dashur të zbej as pak vlerën e dy qytetarëve ndaj dhe atyre që do marrin titullin ambasador për paqen, me secili është edhe një komentator sportiv për cilin unë kam shumë respekt, djali thjesht, por që zëri i rafetarit dhe i Kuçovës është zoti Arbet. Shema, të shëndes të vëllet. Ne kemi bërë një surprizë kryetar, ne kemi vendosur që sot në emër të Federatës Paqes Universale të Shqipërisë të japim çmimin e mirënjohjes zotit Ymer Hoxha. Për gjithë vitët e punës, për kontributin që ka bërë këtu në Kuçovë dhe gjithë të tërë, natyrisht, u emocionuar, sepse vërtet, siç ma bën mu Deklani. Vajza ime ma bëri Deklani, nëse të keni parë, s'di as i gjë në botë, pyesja shoferin, operatorin, ku shumë ka thirrë. Atë grimjerën që më çonte grimi edhe ma mbyllën derën, më ku shumë ka thirrë. Një nga mishta, se ti ke bërë nderë, ka një nga mishtë tu, kur pa shumë vajza ime. Imagjinoj. Atëherë, titulli dhe çmimi i mirënjohjes i jepet zotit Ymer Hoxha për kontributin në Kuçovë
për vitet që ka qenë, dhe kryetari i Këshillit të Rajonal të Paqes Berat, duke bërë model i vënies në praktik të parimit bazë të ambasadorëve për paqe të jetuarit për hir të tjerëve. Dhe nga kryesia, kryetari Veprimet Hasani dhe sekretari i përgjithshëm Jani Roshi. Vërtet është surprizë, unë nuk e prisja në jetën time që jam munduar që të bëj punë të vogla me dashuri shumë të madhe. Dhe kam qenë dhe mbetëm një kuçovar i pandrejshëm. Unë vërtet kam pak vite që banoj në Tiranë, por keni të vitur që janë aty shikojmë në Kuçovë. Shumërime e merë, dhe të vjetën e përshën vjetin. Unë kam rreth 20 vjetë që bashkëpunoj me Emeri dhe gjithë të vite Emeri vetëm ka përshua. Në cilësinë e një miku shumë të mirë të doktor Arqiles, po jo vetëm, ne kemi këtu pranishëm sot dhe drejtuesin politik të Qarku Berat, zotin Ervin Devon. Zotin Devon, nëse keni shpirë të Në fakt, përshëndetje gjithëve, nuk do flas gjatë. Sepse besoj që shumë prej parafolësve tashmë i kanë thënë shumë gjëra për të dy, në fakt për të tretë. Sot është një ditë e bukur pranvere dhe besoj që kjo ditë është dhe më e bukur me të tre personalitetet që janë nderuar këtu sot. Po unë do filloja me doktor Arqilen, i cili qëllon që të jetë edhe bashkohës, le të themi edhe baban tim, ka qenë klasë bashkë fillore, edhe patjetër që për mua është kënaqësi veçantë që jem këtu dhe t'i shpreh mirënjohjen doktorit për atë çfarë ka bërë për komunitetin e Kuçovës. Dhe në fakt ashtu siç ka mbiemri, mjeshtri, ai me mjeshtri ka skalitur, ka forcuar pozicionin e vet në shërbim të komunitetit në zonën e Kuçovës. Dhe këtë ka bërë jo thjesht si mjek, që patjetër është një nga misionet cilat detyrimisht e bëjnë çdo individ jetë shumë pranë komunitetit dhe në fakt në ditët më të vështira që komuniteti mund të ketë. Por në fakt edhe një entiteti publike, edhe si kryetari i Këshillit Bashkiak, në të cilin ai ka pasur mundësinë që patjetër të referohet edhe disa plagëve që mund të ketë komuniteti në tërësi në rolin e kryetarit të Këshillit Bashkiak. Kështu që unë besoj që të gjithë me përulje e falenderojmë doktorin për atë çfarë ka bërë gjatë gjithë karrierës vet të gjatë. Por në të njëjtën kohë unë besoj që ai vazhdon të jetë dhe të japë një puls shoqërisë këtu në Kuçovë, komunitetit të Kuçovës me atë çfarë është roli i tij aktiv edhe në jetën e përditshme të Kuçovës. Kështu doktor, shumë faleminderit, shumë urime edhe ne jemi gjithë gjinjohës për atë çfarë ju keni. Ka një punë të pa përmendur edhe sportistin e rinjor zotin Bashkim, i cili në fakt përfaqëson, siç janë këtu prezent në sallë, një plejad të jashtëzakonshëm sportistëve të cilët i kanë dhënë shumë dhe i kanë falur shumë emocione komunitetit në Shqipëri. Duhet të kuptojmë që për kohën patjetër sporti ka qenë base dritarja e vetme ku emocionet kanë qenë të le të themi të lira të shprehin maksimumin e vet. Dhe patjetër unë jam patjetër një Kuçove, po duke lindur dhe rritur në Berat, bashkë me kishën këtu më lejoni që ta veçoj kiqominën. Edhe Berata ka pasur gjithmonë edhe këtë pjesën e çik kompeticionit me naftëtarin atë kohë, por që unë besoj që nëpërmjet bashkimit i tregohet respekt të gjithë atyre sportistëve të asaj kohe të cilët i kanë mbushur zemrat e shqiptarëve me shumë dashuri. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme, dhe që është vërtet që në bazë nuk e keni marrë mirënjohjen në bazë të materiale që përmendi më përpara dhe Jani, por besoj që të lësh zhurmë në zemrat e njerëzve është gjëja e cila nuk mund blihet kur. Dhe këtë e keni bërë ju. Që shumë faleminderit për unë patjetër e kam jetur mirë në fakt në rolin e kryetarit të bashkisë, duke qenë
themi aktiv në disa projekte që kanë bërë për ngritjen e kapaciteteve të pushtetit vendor në tërësi, edhe kemi pasur fatin që të bashkëpunojmë me Imerin, por Imeri ka një karrierë shumë gjatë në Kosovë, patjetër e lidhur ngushësisht edhe me pushtetin vendor, kështu që unë ju uroj shumë urime edhe mbi gjitha të vazhdoj të japi kontributin e vet për Kosovën. Një fjalë fundit për doktorin, se u përmend ai kroja aty në Sim. Unë kam pasur fatin që të jem dëshmitar i dashurisë, këmbguljes, e cila buron nga dashuria për doktorin që ta çonte në fund atë krojën atje. Unë si kryetar bashkie doktori u merrte sepse patjetër edhe duhet të kishte edhe një lloj hyre dhe leje për sa i përket zhvillimit të gjës, por aty në fakt kanë konstatuar një gjë tjetër që doktori kur e ndan mendjen për të bërë mirë është i gatshëm të bëjë çdo gjë dhe të sakrifikojë çdo gjë. Kështu doktori dhe një shukrim.